Pse plaka do të krihej në rast se fshati do të digjej? Ndoshta sepse nuk ka plan se çfarë tjetër të bëj. Planet për mbrojtje nga zjarri, përmbytjet dhe fatkeqësitë tjera natyrore ose të bëra nga njeriu duhet të jenë pjesë e përditshmërisë sonë, por nuk janë. A mund të imagjinoj dikush të blej mobilje të reja, televizor, pajisje elektrike, qilima, të ngjyros muret, të vendos piktura e të mos ketë çati ose dritare në shtëpi, apo të ketë instalim elektrik të paqëndrueshëm ose tuba uji që rrjedhin. Logjika thotë se së pari duhet ta mbrojmë shtëpinë tonë, ta bëjmë të sigurt, të parashikojmë se çfarë rreziqesh mund të ketë dhe si të ballafaqohemi me to, dhe më pas të investojmë në komoditete tjera. E njëjta logjikë që vlen për shtëpinë, duhet të vlej edhe për komunën. Investimet në rrugë, parqe, shtigje për këmbësor, edhe pse janë të domosdoshme dhe të dobishme, mund të jenë të kota nëse komuna nuk mbrohet nga rreziqet që fshihen. Loja midis njerëzve, komuniteteve, komunave dhe katastrofave natyrore është si një lojë shahu. Duhet me kujdes të vlerësohet pozita dhe të parashikohen të gjitha rreziqet, të vlerësohet cila figurë nga mund të sulmoj, çfarë mund të bëhet për ta parandaluar atë, ose si të veprohet nëse sulmon, në mënyrë që pasojat të jenë sa më të vogla. Secila komunë që ka lumenj ose male dhe që ka një histori rreshjesh, mund të parashikojë se nga do të vi përmbytja tjetër, në përcilën rrugë do të lëviz uji dhe çfarë mund të rrezikojë. Kështu mund të bëhen masa mbrojtëse dhe plane evakuimi të cilat do të zbatoheshin menjëherë. Kudo ku ka pyje duhet të ketë plane për ballafaqim me zjarret në pyje. Aty ku ka industri të rënda duhet të parashikohen rreziqet nga aksidentet, ndërsa disa rreziqe kërkojnë plane për reagim emergjent, të tjerat kërkojnë përgatitje të mirë. Ballafaqimi me thatësira kërkon rezerva uji dhe plane për përdorim të kujdesshëm. Mbi të gjitha, komunat duhet të kenë kujdes që të mos krijojnë rreziqe shtesë nga ato që tashmë i kanë. Kur bëjmë plane për vendbanime të reja, nëse parashikojnë ndërtesa të larta me labirint rrugësh të ngushta midis tyre, ato tashmë kanë krijuar rrezik, sepse automjetet e ndërhyrjes do të duhet të kalojnë përmes pyllit të betonit. Nëse nuk kanë menaxhim të mbeturinave dhe vetëm i dërgojnë jashtë qytetit, ata kanë krijuar bombë ekologjike që ushqejnë derisa t'i kërcënojnë të gjithë. Disa thonë, nuk iket nga fati, të tjerët, fatin duhet ta marrim në duart tona. Midis këtyre dy ekstremeve, kontrollit të plot ose dorëzimit të plot të rrethanave, ekziston një gamë e madhe mundësish. Prandaj, nga autoritetet lokale duhet të kërkojmë dhe të presim që të kenë plane për uljen e rreziqeve dhe katastrofave. Pa të, gjithçka tjetër që bëjnë, si rrugë, parqe, infrastrukturë, mund të hiqen lehtësisht nga uji ose të digjen nga zjarri.